Rikthehemi sërish në studio të nderuar shikues, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës dhe biseda e sotme do të fokusohet pikërisht tek vizita 2 ditore e Macron në Tiranë, por nuk do të ndalemi vetëm në këtë moment, por të kemi dhe krizën politike në rajon, konkretisht në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë. Me mua në studio është bashkuar analisti mentor Nazarko, faleminderit, është kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua, faleminderit. Ndalemi fillimisht tek vizita e Macron në Tiranë, është e dyta vizite e presidentit francez. Normalisht e para ishte për një tjetër summit, për summitin BE Ballkani Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Kemi një tjetër summit të rëndësishëm që mbahet pikërisht në Tiranë. Çfarë domethënie ka kjo për Tiranën zyrtare? Në fakt, vizita e Macronit nuk ishte thjesht dhe vetëm me sebeb apo me pretekst summitin, po kishte edhe karakter dypalësh, siç u duk nga fakti që presidenti i njërit nga shtetet më të fuqishme, ushtarakisht, ekonomikisht në Evropë, qëndron dhe një ditë tjetër në Tiranë. Dhe siç e përmendët me të drejtë ju, kjo është hera e dytë brenda 2 vjetësh që ai e viziton Tiranën. Po të shikojmë, po themi edhe në pikpamjet veprimtarive të tjera, apo në planin dypalësh, ngjarjeve të tjera, do shikojmë që kemi edhe një vizitë të kryeministit Rama me protokollin më të lartë mundshëm të pritjes në Francë nga presidenti Macron, që është tregues i qartë, pra vetëm protokolli, vetëm intensiteti i takimeve dypalëshe është tregues i qartë që Franca është aleati kryesor ose ndër aleatët kryesor të Shqipërisë në Evropë. Kjo është gjë e jashtëzakonshme për ne, po të mbajmë parasysh jo thjesht ato që kanë qenë përfiturimet odaliske, domethënë të odave, të çajtoreve apo të mjediseve tona tradicionalisht që kanë parë Francën si armike të shqiptarëve. Nëse ka qenë kështu dhe Franca ekspozohet në gjeste të fuqishme miqësie si këto, atëherë ky është një shndërrim i madh, është një zhvendosje e rëndësishme e Francës, e aksit geopolitik të Francës ka shqiptarët, ka Shqipëria. Por nëse s'ka qenë kështu, atëherë sigurisht kemi një hop cilësor në marrëdhëniet dypalëshe. Dhe pse e quaj hop cilësor? Shikoni se cila ishte përmbajtja e qëndrimit të tij 2 ditor. Ishte një darkë me, domethënë darkë protokollare në cilën praktikisht ishin ftuar ata që janë miq e Francës në Shqipëri, ndërmarrësit francezë, njerëzit e elitës son, të cilët kanë lidhje me Francën, dhe unë duhet që të ndalem tek 2 detaje, se 2 elementë të cilët ilustrojnë atë, po themi, karakterin miqësor të kësaj vizite. Olen Cezari, i cili me violinën e tij magjepse, apo jo, intonon muzikën e tij brillante, duke i ofruar atë tash në pikpamjet e instrumentave muzikore nuk është që shkëlqej, por intonon bashkë me Macronin. Macroni mban atë të violinës dhe Oleni pra ekspozohet në një lloj kështu në një lloj shfaqje të jashtëzakonshme, domethënë që është gjestë miqësie, gjestë se sa komod ndihet presidenti i Francës, i këtij vendi të rëndësishëm, në një mjedis kulturor, politik si ai shqiptar. David Tukiqi, ose Genc Tukiqi, në fakt, që edhe ai është produkt i shkollës franceze, por jo vetëm i shkollës franceze, traditës muzikore të familjes shqiptare, gjithashtu ishte dhe njerëzit që e ngrohën atmosferën miqësore. Pastaj shikojmë atë aktivitetin që u zhvillua në Piramid për çeljen e shkollës École 42. Kemi një hop cilësor në praninë franceze në Shqipëri. Nga licet franceze të fillim shekullit... Përmend atë të Korçës, në fakt liceu. Në fillim shekullit të 20, liceun e Korçës, cilën na prodhoi Enver Hoxhën, që ishte produkti, po themi, më negativ në historinë e Shqipërisë, po prodhoi edhe intelektual të nivelit lartë, si Kokona e tjerë që pastaj shkollet të Enver Hoxhës që u pushkatuan ose u dergjen burgjeve apo patën një jetë plot peripeci, liceun e Gjirokastrës. Pra, kemi nga një shkollë e tipit klasik,
kemi kalimin në një shkollë që reflekton atë që janë nevojat e shoqërisë në shekullin 21, domethënë teknologjinë e informacionit. Pra një shkollë franceze, elit në botë, e cila sipas zotit Rama kishte njohur 7.000 aplikime për të regjistruar në periudhën e parë. Pse e përmenda shkollën dhe pse Macroni zgjodhi që të ishte në Tiranë, pa të qëndronte edhe një ditë më shumë, duhet të mendojmë për njëri i cili vetëm pak orë më parë u mor me krizën në Ukrainë, në vetë parë, një bashkëbiseduesi numër 1. Një udhëheq si tillë. Një udhëheq si tillë si merret me një shkollë, po me një shkollë e cila nuk e di sa mund të ketë të regjistruarit ata që do fillojnë nga e parë mund të ketë qindra, pra domethënia e pranisë franceze në Tiranë, në Ballkan, në Shqipëri, zgjedhja e Shqipërisë është me rëndësi të jashtëzakonshme. Është treguesi qartë që Shqipëria e ka fituar një peshë të rëndësishme në Ballkan përkundrejt Serbisë, e cila ishte lojtar kryesor në Ballkan. Çfarë ndryshoi? Unë mendoj që këtu ju me drejt doni ta vini theksin tek ajo çfarë ka ndryshuar. Unë mendoj që ka ndryshuar Ka qenë drejt politika zotit Rama? E ndjekur për gjatë kësaj dekade? Po, është konsolidim i një marrëdhënie personale të Ramës. Shikoj, elita jonë përgjithsisht ka qenë elitë frankofone. Do dhe Berisha frankofon. Megjithse shkrimtari Ismail Kadare, shkrimtari Ismail Kadare, po elita e Enver Hoxha që është frankofon. Dhe elita jonë është formuar në Francë. Madje ka patur një lloj dobësie të Charles de Gaullit për Shqipërinë e Enver Hoxhës. Në vitet 60-70 Franca e de Gaullit u shkëput nga NATO dhe shifte me simpati, natyrisht edhe për të patur gjithsesi një pol ndikimi, Shqipërinë e Enver Hoxhës, e cila bënte sikur ishte në midis të dy superfuqive apo kundër tyre. Dhe për këtë qëllim ai ka mbështetur formimin në Francë të një pjesë të rëndësishme të elitës tonë, kryesisht teknike, inxhinerike, shkencat natyrës dhe edhe domethënë presidenti që ka qenë po themi bosi në pikpamje të angazhimit profesional Recep Medan, gjithashtu është një frankofon dhe që ka studime të thelluara për fizik në Francë. Pra, ka një themel kjo miqësi, dhe një themel i cili mbi të cilin u ngrit një ngrehin dhe mendoj që arritja cilësore është i dedikohet kontributit të Ramës, i cili me të drejt e ka parë Francën një lojtar të rëndësishëm në Evropë. Dhe nuk e ka bërë këtë afrim me Francën duke sakrifikuar ta zëm afrimin me Gjermaninë. Natyrisht ka një moment riorientimi, për shkak se në krye të Gjermanisë ka ardhur kancelari i ri pas eksperiencës së Merkelit apo të Scholzit, por Franca vazhdon të ngelet, mu për shkak të këtij dobësimit të përkohshëm të rolit të Gjermanisë, vazhdon të ngelet nga lojtari kryesor në Bashkimin Evropian. Dhe siç u thash, mbi këtë themel të raportit të veçantë të Shqipërisë me Francën është ndërtuar cilësi e re. Kjo është e jashtëzakonshme jo thjesht për Shqipërinë, por për kombin shqiptar, sepse Franca është vendimarrëse për atë se cili do të jetë kursi i ardhshëm i Shqipërisë. Nëse presidenti francez thotë në vetë parë, duke parakaluar atë që është gjuha e gjuha drejtuesve të Brukselit zyrtar, se Shqipëria mund të integrohet pas mbylljes negociatave 2027-2028 dhe 2 vjetëve të vendime, votime të parlamentet të vendeve nacionale pra 2030. Nëse Macroni thotë që mund të jetë 2027 objektivi, është diçka jashtëzakonshme për ne, sepse duhet kuptuar, kjo është një parantezë domosdoshme për ta shpjeguar që hyrja jonë në Bashkimin Evropian nuk është po themi një nga pikpamja protokollare ose nga pikpamja e arreshtime, nuk është diçka me rëndësi të vogël. Është diçka me rëndësi strategjike, e konsolidon përfundimisht modernizimin shumë planësh të shtetit shqiptar. Duket sikur rrit standardet në fakt në çdo nivel. Eksakt. Ky është Bashkimin Evropian. Ky është thelbi i hyrjes në Bashkimin Evropian. Ato negociata, çfarë janë praktikisht, nuk janë
thjesht dhe vetëm ushtrimore demokracie, po janë modernizimi i shtetit shqiptar, pikpamjet administrative, pikpamjet ligjore, pikpamjet të drejtësisë, pikpamjet hipotekave, pikpamjet zhvillimit të zgjedhjes, standard zhvillimit të zgjedhjes, pikpamjet politikës jashtme për cilën Shqipëria është rreshtuar 100% me të dhe por ka rëndësi gjeopolitike. Ne parakalojmë praktikisht vendet cilët kanë ekonomi shumë të zhvilluar se ne siç është Serbia. Pikërisht. Dhe kjo është arsye pse Ju vetë si e pat qëndrimin e Vučićit gjatë samitit? Duket sikur kishte një lloj tërheqje, ndoshta. Unë mendoj që Vučići e vuan është vuajtësi i parë ose njeriu më i vuajtur në Serbi për shkak të këtij fuqizimi të Shqipërisë. Pavarësisht një farë marrëdhënie që ai ka me zotin Rama. Shiko, ajo është marrëdhënie të cilën Vučići e ka çuar përpara, e ka zhvilluar për shkak se ka qenë fillimisht ka qenë një investim i kancelares Merkel, e cila ka dashur që në Ballkan të ofrojë një model bashkëpunimi edhe ndërpersonal, liderësh midis liderëve të dy kombeve të cilët mund të bëjnë konflikt në Ballkan, shqiptarëve dhe serbëve. Mirë, po kjo nuk do të thotë që Vučići nuk ka shikuar rregullisht edhe aq më shumë tani interesat e vendit vet. Vučići pra vuan, duke kthyer te koncepti i vuajtjes, faktin që Shqipëria po e parakalon ndërkombëtarisht në Ballkan, po e parakalon Serbinë, e cila ka një ekonomi shumë të zhvilluar se sa jona, ka rëndësi ushtarake shumë të madhe se sa jona, mjafton për të kujtuar këtu kontratën e avionëve francez, e cila pra ka bujqësi më të zhvilluar se sa jona dhe kontrollon praktikisht bujqësinë e gjithë vendet të rajonit dhe duhet të kemi parasysh dhe një gjë që Vučići nuk ka patur asnjë lloj interesi që tregonte ndonjë shenjë afërsie si dikur me Ramën, po të kemi parasysh faktin që ai është duke u sfiduar së brendshmi nga protestat e studentëve. Pra, ai e ka vuajtur këtë afrimi, po për ta ilustruar, meqense do të thosh ky format më ofron mundësinë që të elaboroj edhe më hollësisht tezat e mia. Franca në rajon dhe pra ky privilegjimi i Shqipërisë ka ardhur, është mbështetur gjithashtu mbi një hap tjetër, që është trajtimi në mënyrë të barabartë i Shqipërisë me Serbinë, ose i kombit shqiptar dhe i kombit serb. Jo thjesht në pikpamje të protokollit, por edhe në pikpamje të përmbajtjes. Për të kujtuar që vizita e Ramës vitin që shkoi në Francë, pritja e tij me protokoll të barabartë, me atë të Vučićit, ndodhi vetëm një muaj mbasi që Macroni ishte këtu. Macroni ishte këtu në vizitë dypaqe. Pra, që një shtet i madh si Franca, presidenti i shtetit madh si Franca të vizitojë Shqipërinë dhe një muaj pas ta presi kryeministri është shenjë i afërsie dhe unë mendoj që ai e bëri për tregu barazinë që jep Franca kombit shqiptar me kombin serb në rajon. Dhe ky është një ndryshim i madh. Mbi këtë ndryshim, për shkak se Shqipëria është në linjë me politikën europiane, për shumë çështje me rëndësi ndërkombëtare, po edhe për vizionin europian për Ballkanin, Franca vendosi që ta privilegjojë Shqipërinë me një vizitë të tillë. Dhe për të kujtuar dhe diçka tjetër, Franca ka bërë rregullisht këtë gjë, këto 3-4 vjetët e fundit, jo thjesht dhe vetëm me Ramën, pavarësisht se si thash, kjo vizitë është kulmi i një apo intensifikimi cilësor i një marrëdhënie të re shqiptare-franceze. E ka bërë këtë edhe me Kurtin. Kur Kurti u bë kryeministër për herë të dytë, Franca i ofroi gjithashtu të njëjtën barazi protokollare me presidentin Vučić. U pritën që të dy në presidencë me të njëjtat gjeste protokollare. Pritje në shkallë, me rojet e nderit, dalje në përfundim të bisedime dhe deklarim për mediat në fund të shkallëve, një protokoll i cili u respektua katërcipërisht për të dy udhëheqës, pavarësisht se Kosova kishte një 4 rëndësi që ka dhe Serbia 4 rëndësi që ka. Madje për të kujtuar edhe për ta ilustruar atë që është ndryshimi cilësor i politikës franceze përkundrejt shqiptarëve, Macroni vizitoi Beogradin dhe me gjithë rëndësinë që ka ekonomike, që ka Serbia për kapitalin francez, për shembull
Franca ka marrë përsipër ndërtimin e metros së Beogradit. Macroni foli hapur dhe mediat serbe cilat e transmetuan drejt për drejt fjalimin e tij, duke para 2 ose 3 vjetësh, foli për njohjen e Kosovës. Dhe mediat serbe cilat transmetuan dhe hoqën këtë pjesë. Dhe presidenca franceze botoi shqip fjalën e Macronit në Beograd. Pra, janë disa shenja që tregojnë që Franca ka vizion të ri për Shqipërinë dhe vetëm do të thojë diçka tjetër që nuk është për të zhbërë ato mitet e rreshme që ekzistojnë për këto çajtoret tona kombëtare. Ky ndryshim është themeluar dhe mbi paraardhësit e Macronit. Chiracu ishte nga njerëzit që ka qenë pro ndërhyrjes edhe me trupa toksore për çlimin e Kosovës. Sarkozia ishte nga njohësit e parë të Kosovës pavarur në 2008. Pra, kemi një ndryshim të aksit politikës franceze, në cilën Rama ka dhënë, po themi, kontributin e tij, për shkak se është ka gjatë në pushtet, mund të bësh më shumë gjëra se sa po të jesh shkurt, dhe në cilën me të drejtë Rama ka vlerësuar që Francës i duhet dhënë mundësi edhe ekonomike. Dhe oferta për ta përfshirë Francën në ndërtimin e kurudhës Tiranë-Prishtinë gjithashtu. Pikërisht, dhe unë këto e doja të ndalësh që nuk është thjesht ndoshta një hekurudhë, por një urë akoma më shumë lidhëse dhe në fakt ky progres i Shqipërisë në sytë e Francës. A ka një gjuhë të nënkuptuar dhe për një tërheqje edhe të Kosovës drejt këtij progresi në fakt, dhe sa mund të kontribuojë Shqipëria në këtë gjë, sepse vetë zoti Kurti në fakt ka bërë thirrje të vazhdueshme në fakt për një mbështetje ndoshta akoma më të madhe nga zoti Rama në Këshillin e Europës për të bërë pjesë e tij. Kosova për hir të vërtetës ka probleme me Bashkimin Evropian, siç duket nga fakti që Bashkimi Evropian mban në këmbë ende sanksione. Këto sanksione nuk janë produkti burokratëve të Brukselit, po janë produkti vendeve të veçanta të Bashkimit, të cilët janë të pakënaqura me qeverisjen e Kurtit, dhe posaçërisht Franca. Donë ekziston perceptimi tek kancelaritë e mëdha, të cilat janë vendimarrëse të kryesore, pavarësisht formatit konsensual të vendimarrjes në brenda Bashkimit, se ekziston pra përshtypja se Kurti është një që nuk mban fjalën. Pra, tjera gjë premton dhe pastaj vepron ndryshe. Dhe mendoj që në themel të sanksione qëndron pikërisht Franca. Kjo nuk është gjë e mirë siç thash, sepse nuk është që Franca ka patur këtë averzion të kundërshti apo këtë kundërshtimëri ndaj Kurtit që në fillim. Siç u thash, e ka pritur në mënyrë të barabartë me detaje Kurtin, i cili nga oborri i presidencës franceze i mbante leksion Francës për revolucionin francez. Do që ishte një... Pra, mendoni se sot ka ndryshuar diçka në këtë raport? Siç u thash, vetë ndryshimi ndoshta i qeverisjes së zotit Kurtit ndër vite? Siç u thash, përveç Franca ka qefmbetjen për 2 arsye që lidhen me qeverisjen e zotit Kurtit. Së pari, se Kurti nuk ka qenë mirë kuptues apo nuk ka dëgjuar këshillat e Francës, natyrisht Franca ka vepruar bashkë me Gjermaninë për hir të vërtetës, për negociatat me Serbinë. Kjo është e para, dhe e dyta, nuk ka dëgjuar këshillat e perëndimit sa i takon sjelljes ndaj komunitetit serb në Kosovë. Dhe këtu duhet kuptuar diçka, jo se duhet kuptuar diçka brenda asaj atij lehtëzimit, mendoj unë, tërësor që i bëj marrëdhënia shqiptaro-franceze. Franca është një nga kontributorët kryesorë në NATO dhe në KFOR. Dhe acarimi, po themi, përkeqësimi i situatës së sigurisë në veri të Kosovës, sillte kosto të drejtë për drejta në paprekshmërinë e fizike të ushtarëve të KFOR-it, cilët ata zëmë protestat që ndodhen me rastin e instalimit kryetarëve shqiptarë në komunat serbe, u dëmtuan. 30 prej tyre, 2 ishin u dëmtuan në mënyrë të pa kthim, domethënë, ungarez, italian etj. etj. Pra, Franca ka interesin nacional të vetë përmbahej nga gjestë të cilat do të rrisin tensionin në veri saj. Pra, në themel kësaj pakënaqësie qëndrojnë
qëndrojnë momente të rëndësishme që lidhen me atë që është roli i Francës në Evropë. Franca duke u nisur nga ndikimi që ka në Serbi, nga ky ndikimi i ri që ka në botën shqiptare, ka dashur vetë Macroni, madje ka dashur që të ketë rol të suksesshëm në përmbylljen e këtyre negociatave. Për tu përkujtuar këtu që Franca ka patur, pandemia e pengoi, një iniciativë të ngjashme me njëherë mbas presidentit Trump, negociatat që zhvilluan aso kohë në Washington në 2020, ka patur në 2021 një tentativë për një koncept ose për një plan të ri paqe midis Kosovës dhe Serbisë, i cili dështoi pak nga pandemia, pak nga kundërshtia e Kosovës, kundërshtia e Serbisë. Pra, në themel të kësaj pakënaqësie qëndrojnë gjeste, veprime të Kosovës, të cilët janë kanë krijuar pra ndjesi negative në Francë. Po, nga leximi tërësor, kjo qefmbetje, këto veprime kufizuese, bllokuese të Francës, nuk janë pse Franca vazhdon të ngelet ashtu siç janë përfturimet tona të prapambetura armike e shqiptarëve. Unë mendoj që Franca është, për interesat e veta natyrisht, është dhe mund të jetë një aleat i rëndësishëm i shqiptarëve në Evropë, por edhe në botë. Ju e përmendët me të drejtë pak më parë që në fakt prania e zotit Macron sigurisht që tregon mbështetjen e madhe për Shqipërinë, por gjithashtu edhe deklaratat e tij, sikurse ju përmendet disa prej tyre. Në fakt pati një deklaratë tjetër në vetë parë, rizgjedhja juaj shumë e rëndësishme për marrëdhënie dypalçe mes dy vendeve, por sigurisht dhe për integrimin në Bashkimin Evropian, i tha zotit Rama në mënyrë të drejtë për drejtë. Pse lidh pikërisht me zotin Rama këtë proces? Shkoj, kjo ndodh sepse për hir të vërtetës, shtetet e mëdha, shtetet e fuqishme, nga vendet vogla si vendet tona, si vendi ynë, presin stabilitet. Presin pra figurat cilët e dinë se çfarë duhet, kanë qëndrueshmëri dhe janë të dëshmuar në luajalitet, në marrëdhënie të besueshme. Janë të dëshmuar në pozicionin që mbajnë për ato që janë krizat më të rëndësishme të rajonit apo të Evropës apo të botës. Dhe Rama, si duket, është dëshmuar në këtë marrëdhënie. Dhe po ashtu do duhet të përmendim se ndoshta duket kështu jashtë vëmendjes, shpeshherë puna e ambasadorëve është diçka që zhvillohet jashtë vëmendjes publike. Do duhet të kujtojmë këtu rolin e ambasadorit, Dritan Tole, që është një ambasador i jashtëzakonshëm. Ndoshta ambasadori më i mirë që ka Shqipëria në Evropë. Sigurisht është për një kohë gjatë i emëruar nga zoti Berisha atje, por ai është ndërtuesi i palodhur cilësor i këtyre marrëdhënieve. Njëri që ka akses të drejt për drejt në zyrat më të larta të shtetit francez për përfshi presidencën. Kjo është diçka jashtëzakonshme. Natyrisht, pra, është roli i Ramës, po është edhe roli i një ambasadorit të jashtëzakonshëm, i cili vepron me ato kufizimet që ka buxhetet e ministrisë jashtme të ambasadave tona për të ndërtuar një marrëdhënie kaq cilësore se kjo. Dhe ju përmendët me të drejtë këtë vlerësimin që i bëri Macroni. Kjo do të fusin mendime edhe ato që kanë qenë palët e tjera të përfshira në zgjedhjet në Shqipëri, sepse kjo deklaratë erdhi më njëherë mbas zgjedhjeve. Ishte certifikim i rezultatit, certifikimi i rezultatit. Certifikimi para prag, sepse KQZ ende nuk ka folur, madje siç duke qartësisht zhvillimi i summitit, vetëm pak ditë pas zgjedhjeve, në kohën kur 10 metra më larg numëruesit luftonin për votat për secilin vot në favor të njëjtë apo tjetër. Ishte një protestë, po ishte një certifikim koral, jo solistik, pra i veçantë, po në kor 47 apo 50 përfaqësuesa që ishin të vendeve evropiane i certifikuan zgjedhjet. Por është edhe certifikimi një marrëdhënie të sigurt, të qëndrueshme, cilësore dhe është konfirmim i faktit që të paktën në pikpamje strategjike Shqipëria e ka parakaluar Serbinë në raport me vendet më të fuqishme të Evropës. Kjo është e jashtëzakonshme, sepse duhet kuptuar diçka në rrugën tonë drejt integrimit, që si thatë ju me drejt është modernizimi i shtetit shqiptar. Gjithë
hallkat e funksionimit të tij, në gjithë institucionet. Ne kemi pengues, kemi shtete pengues. Kemi Greqinë nga brenda Bashkimit Evropian, po kemi Serbinë nga jashtë. Serbia me të drejtë dëshiron që të jetë ajo e para. Dhe nëse është ajo e para... Roli i tyre është pyetja përballë këtyre superfuqive? Pikërisht, pra, por nëse do të ishte Serbia që do na parakalonte, ajo do të na pengonte ne, duke na kushtëzuar me... Dhe Greqia, po ashtu. Mi po, këtu edhe ky është një moment i cili nënvleftësohet. Raporti ynë me Francën na ndihmon posaçërisht me Greqinë, sepse Franca është një vend që ka marrëdhënie të jashtëzakonshme me Greqinë. Nuk e di ju e pat, u bë viral një takim i afërt i Macronit me Erdoganin, mbajtje e gishtit pra gjuhë e trupit si u interpretua. Franca në konfliktin apo në tensionin greko-turk ban anën e Greqisë. Pra është vend me rol të jashtëzakonshëm, jo thjesht ushtarak, jo thjesht fakti që i furnizon me armë të cilësisë parë Greqinë, por edhe sepse ka zhvilluar madje edhe kërcënim të posaçëm për Turqinë. Pra, në këtë kuptim, Franca është vend që ka ndikim të rëndësisë jashtëzakonshme ndaj Greqisë. Që do të thotë që Franca mund të zbusë ato pengesat eventuale që Greqia i paraqet Shqipërisë në rrugën drejt. Se mendoj që Greqia është faktori numër 1 bllokues i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse në momentin kur Shqipëria hyn në Bashkimin Evropian, atëherë ajo i qaset si e barabartë Greqisë. Janë me karta të barabarta. Janë me karta të barabarta dhe ne kemi kësaj mundësi që të avancojmë në ato që janë pretendimet tona legjitime ndaj Greqisë, siç është heqja e ligjit luftës, siç është zhbllokimi i pasurive shqiptare që shkojnë në vlerë të 10 miliardë eurove, dhe është një temë për cilën nuk flitet thuajse fare në mexhlisin tonë mediatik apo politik. Pra, ne kapërcejmë një pengesë serioze që na ka paraqitur rregullisht e djathta greke në pushtet në kursin ton integrues. Franca është aleatja jonë e rëndësishme. Për të përkujtuar sa e rëndësishme kjo, për ta kuptuar sa e rëndësishme kjo, mjafton të kujtojmë se si këtë rol, pra mbrojtës, protektiv, tonin përkundrejt Greqisë ka luajtur Gjermania. Në vitin 2015, kur Greqia ishte në krizën e saj financiare dhe Shqipëria po avanconte në kursin e saj të integrimit, ishte Gjermania që e detyroi Greqinë të hiqte dorë nga pengesat. Natyrisht ishte një Greqi e dobësuar ekonomikisht, financiarisht, pra ndërkombëtarisht, dhe ky presion funksiononte. Edhe ishte presion i ushtruar nga kancelarja Merkel, që ishte një autoritet i po themi me fuqi të plot, e pakontestueshme në sferën europiane. Dhe rolin e Gjermanisë përkundrejt Greqisë tani e luan Franca, dhe kjo është arritja më e madhe e kësaj miqësie të re franko-shqiptare. Dhe një konsideratë e fundit, e përmendëm këtë punën e hapjes e kalimit e ndryshimit cilësor, po themi, të pranisë franceze, arsimore, nga liceo francez në Ekol 42. E mbaj mend se si me presidentin Mejdani lobonim atëherë, lobonte presidenti natyrisht, tek autoritetet franceze të kohës, të Shirakut, ata e prisin mirë atë edhe për shkak të profilit të nivelit lartë shkencor në rrafsh evropian, për hapjen apo për shndrimin e një gjimnazit të Korçës në lice franceze se dikur, dhe problemet buxhetore që kishte Franca për ta mbajtur në këmbë një strukturë të ngjashme si liceut. Dhe tani pra kemi shkuar tek një koncept i ri, modern, komercial, pra se imagjinoj që ajo është një shkollë në cilën njerëzit të rinj paguajnë për të. Pra, por ama kemi një shtyllë të ngulur për ndikimin francez, do me thënë ndikimin evropian tek opinionin publik, sepse duhet të keni parasysh një gjë që neglizhohet shpeshherë. Të rinjt e sotëm, dhe ky është një investim tek rinia, tek edukimi i rinit, në ndikimin
ideologjive të ndryshme, cilët bien kontakt me partit caktuara politike, majtat, ekstremit majt, apo në rrjet, mund edhe të ndikohen nga ideologji, po themi, antiperëndimore, siç është rasti për shembull në Kosovë, apo nga ekstremizmi islamik, për shkak të faktit që një pjesë e popullsisë sonë është musliman. Dhe perëndimi duhet të ketë pika reference në qytetërimin tonë, në arsimin tonë, cilët e mbajnë të lidhur rinin me vlerat perëndimore, që janë pika jonë më e fortë në raport me shtetet e tjera. Pra, orientimi pro-perëndimor i shoqërisë tonë, i rinisë tonë, i klasës tonë politike, është pika jonë më e fortë, pavarësisht për masave tona si shtet, por ama relativisht konsiderueshme si kombë në raport me Serbinë. Do ta zhvendosim bisedën në këto momente në një tjetër rrafsh politik, por kësaj radhe atë rajonal, dhe ndalemi pikërisht tek Maqedonia e Veriut për të zhvendosur më pas në Kosovë, meqense pak çaste më vonë do të mbahet seanca e radhës për konstituimin e kuvendit. Kemi ndoshta një krizë brenda koalicionit Vlend, pra partisë qeverisëse në Kosovë me kryeministër Hristijan Mirckovskin. Në fakt, kemi një tërheqje të Ministrit të Shëndetësisë Arben Taravari dhe zëvendës Ministrit të Bujqësisë dhe asaj të Mbrojtjes. Si e keni lexuar ju këtë pjesë? Pse kjo prishje partneriteti? Unë mendoj që në themel të këtij ndryshimi, të kësaj dorëheqje, të kësaj dalje nga ky koalicioni i partive të Blendit, qëndron fakti që qeveria në fuqi e joshur nga sirenat populiste, e motivuar nga, pse jo, nga një lloj fushate e gabuar që është zhvilluar nga faktori shqiptar në para zgjedhjeve të fundit për të krijuar idenë e presidentit shqiptar, kryeministit shqiptar, kryetari i parlamentit shqiptar, veprime propagandistike të cilat e rritën fuqishëm djathtën maqedonase. Pra, mbështetur mbi këto element, kemi asistuar në një rritje të ekstremizmit, në një rritje të diskriminimit ndaj shqiptarëve, jo thjesht me gjeste, jo thjesht me veprime, por edhe me një kuadër ligjor të ndryshuar dhe me kuadër ligjor të shfuqizuar, kuadër ligjor i cili mbante këmbë drejtat e shqiptarëve. Një ndryshimi të tillë kaq i rëndësishëm ushtron presion mbi ato parti shqiptare që janë në qeveri që të zhvillojnë rezistencë. Dhe në momentin ku rezistenca atyre nuk ka dhënë frute, të tërhiqen nga qeveria për duke ja hequr kësaj legitimitetin që ka patur kjo qeveri si një qeveri multietnike. Pra, në themel të këtij ndryshimi të madh, pra të tërheqjes së zotit Taravari dhe disa drejtuesve të partisë së tij, është ndryshimi që ka sjell kjo qeveri në klimën ndëretnike në vend. Shfuqizimin e një kuadri të drejtash apo zvendësimet apo largimet nga puna të një numrit të madh shqiptarësh në role kyçe në administratën publike maqedonase. Mendoj që kjo është arsyeja e parë. Ndoshta për të mos pasur dhe një bjerrje të partisë së tij, duke qenë se normalisht një kryetar shqiptar duhet kishte edhe mbështetjen e gjithë shqiptarëve që kanë pësuar dëme në fakt nga vendet e punës që kanë. Sigurisht. Në arsyet që kanë peshuar në një vendimarrje të tillë, kjo ishte arsye kryesore, kjo që ju thash. Arsye tjetër sigurisht është me karakter pragmatik, që testi më i ri elektoral për partitë në një zgjedhjet e ardhshme lokale. Kështu që edhe kjo është një arsye. Mirë po, siç u thash, politikanët sigurisht veprojnë duke llogaritur gjithmonë zgjedhjet e radhës. Por nga këndvështrimi i interesit kombëtar, unë mendoj që duhet një gjest i tillë, i fortë, dalje nga qeveria, braktisja atyre privilegjeve që krijon qeverisja për ministrat veçantë, siç është Taravari apo të tjerë, në emër të rritjes së presionit ndaj këtij kursi diskriminues për shqiptarët. Dhe kjo që bëri kjo parti, në fakt e thekson, e shpërfaq krizën që ka faktori shqiptar atje.
sepse nga njëra anë kemi opozitën, e udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe nga ana tjetër kemi koalicionin Vleni, i cili mbajnë kam megjithësisht mbështetmi 4 partitë të vogla, të cilat Në fakt, nga ana tjetër partitë partnere të koalicionit Vleni akuzuan Aleanca për Shqiptarët me në krye Arben Taravarin që ai po bashkëpunon me BDI-n në fakt. Apo janë thjesht arsye për të mbuluar ndoshta thelbin e së vërtetës? Kjo është një nga ato sindromat klasike të partive shqiptare, të cilat në eksperiencën e tyre jetësore si parti politike, pra kam bashkëpunuar me gjithë kundër gjithëve. Kam bashkëpunuar me LSDM kundër VMRO-s, kam bashkëpunuar me VRO-n kundër LSDM-s, kam bashkëpunuar me BDI-n kundër tjerëve, kam bashkëpunuar me tjerët kundër BDI-s. Kështu që këtu nuk ka asnjë ndryshim të jashtëzakonshëm. Është politik në fund. Nuk ka asnjë ndryshim të jashtëzakonshëm. Deri më tani nuk kam parë ndonjë afrim të dukshëm apo po themi programor të Aleancës për Shqiptarët, në fakt të kësaj pjese që është në qeverisje me BDI-n. Mund ndodh kjo për zgjedhjet e ardhshme lokale? Nëse ndodh, kjo është diçka tërësisht e justifikueshme, sepse siç u thash, në zgjedhjet e radhës, që do zhvillohen me karakter lokal, të gjithë do të bëjnë me të gjithë kundër të gjithëve. Pra, do bashkëpunojmë për një komunë, duke qenë armiq në një komunë tjetër. Pra, kjo është tipike, nuk është si në Shqipëri, në rajon nuk është. Sa i druhet Mickovski kësaj force ndoshta bashkëpunuese të shqiptarëve në këto zgjedhje të ardhshme lokale? Mickovski është përfaqësues i nacionalizmit maqedonas, i cili nuk e ka interpretuar, po flasim pra të që duket, nuk e ka interpretuar si duhet dobin e fuqizimit të Vlenit me 4 parti, pra plus asht përkundrejt bloku tjetër, po e quajmë blok për konvencion, të udhëhequr nga BDI-ja. Pra, Vleni duhet legjitimoje si koalicion, duhet fuqizoje si koalicion, në mënyrë tillë që qeverisja e tij të kishte legitimitetin e një qeverisje multietnike, pa jo si një qeverisje monoetnike. Mirë po, Mickovski ka vepruar në pikpamje pragmatike, ka vepruar me dëshirën që edhe të delegjitimoj, edhe të dobësoj nga njëra anë BDI-n, por edhe të delegjitimoj, të dobësoj Vlenin. Me qëllim të dhe faktorin shqiptar? Sigurisht, duke joshur nga njëra anë e BDI-n shiko se po dobësojnë këta, ju do fuqizoni, pastaj do t'ju fusim juve, do largojmë këta. Do të thënë, këto janë lojra që kanë do. Mi po, cili është rezultati final? Çfarë shihet në marrëdhëniet ndërretike? Marrëdhëniet ndërretike janë përkeqësuar ndjeshëm. Maqedonia ka humbur një, po themi, stabilitet minimal, të nevojshëm për të funksionuar një vend kaq delikat si që është ai. Dhe kush është faktori që investohet që ky stabilitet të preket, të cënohet? Është Serbia. Maqedonia është një vend në cilin përplasen interesat e shumë fuqive rajonale. Interesat greke, interesat bulgare, interesat serbe, interesat shqiptare. Po në fakt, shtu shqiptare duhet ndarë Kosova veç, Shqipëria veç. Sepse Kosova, paradoksalisht, në një skakjerë si ajo maqedonase, duket se po luan në të njëjtën gjatësi vale me Serbinë. Po e shpjegoj më po themi detajisht këtë gjë. Pra, Serbia është investuar në mbajtjen në një këmbë të një qeverisje si ajo e Mickovskit, e cila po e diskriminon faktorin shqiptar. Duke diskriminuar faktorin shqiptar, është duke dobësuar stabilitetin e vendit vet, në mënyrë miope, në mënyrë jo strategjike, në mënyrë, domethënë, jo shumë nga fitimet afatshkurtra populiste, të cilët domethënë ti fuqizohesh te faktori Maqedonas, te populli i Maqedonas, nëse diskriminon shqiptarët. Dhe kush investohet për këtë ndryshim? Serbia, sepse
Serbia dëshiron që të pikturoj një rajon apo një Maqedoni e cila është e paqëndrueshme, është në krizë, sepse aty ka destabilitet, sepse aty janë fajtorë shqiptarët. Dhe kësaj mban në këmbë apo mbështet një qeveri si ajo Mickovski. Të njëjtën gjë është duke bërë edhe Kosova. Në ndërkohë kur mund të ishin arritur qëllime më të mëdha kombëtare, nëse do të kishte bashkëpunim me Shqipërinë, që përkundrejt Maqedonisë, ose përkundrejt kësaj partije, vëmërohet dhe pëmënes të udhëhequr nga Mickovski, apo çdo partije tjetër, shqiptarët të vepronin me një zë. Kombi shqiptar është i fuqishëm, do duhet ta përsëris deri në mërzi këtë thënie, nëse vepron si një kor i sintonizuar, dhe jo si një bashkësi solistësh të çakorduar. Pra nëse Kosova do të vepronte bashkë me Shqipërinë, e cila për hir të vërtetës nuk ka qenë aq sa duhet e përfshirë në Maqedoni, me përjashtim të rolit të ambasadori aktual Mejdani, i cili është përfshirë në fuqizimin apo në rritjen e bashkëpunimit faktorit shqiptar, pa edhe midis Vlenit edhe BDI-s në emër të mbrojtjes atyre arritjeve kombëtare që janë konsoliduar, aq sa që janë konsoliduar prej 2001-shit, prej marrëveshjes së Ohrit e këtej. Shqipëria mund të ishte më e pranishme, duhet të jetë më e pranishme në Maqedoni dhe duhet të jetë më e pranishme në rajon. Pra, Kosova duhet të bashkëpunojë me Shqipërinë, pavarësisht faktit që Kurti tani është në ato. Kjo ka ndodhur ndoshta për shkak të liderëve përkatës? Sigurisht. Normalisht vendeve jo. Sigurisht. Unë mendoj që zoti Kurti e ka interpretuar gabimisht. Kjo është një konvencion eufemizëm për të thënë që ka gabuar në mënyrën se si ka interpretuar Maqedoninë. Do të thënë si një terren rivalizimi të tij me Ramën për ndikim rajonal pra ndikim te kombi shqiptar. Sepse cili është rezultati? Rezultati është rritja e diskriminimit të faktorit shqiptar, defaktorizimi i këtij faktori shqiptar, zvoglimi i kuadrit të drejtave për shqiptarët, zvoglimi i peshës vendimarrëse të shqiptarët në qeverisje apo në institucione më të rëndësishme, agjencitë e sigurisë, ushtrisë, punësim të shqiptarëve, pra dhe kontribut në destabilitetin e këtij vendi. Përçarje e partive shqiptare brenda Vlenit dhe të partive të Vlenit me partitë të tjera jashtë qeverisjes. Pra, ajo çfarë po bën Kosova në mënyrë të pavetdijshme është duke çuar ujë në të njëjtin drejtim ku po përpiqet edhe Serbia. Dhe këtu është momenti pra që Shqipëria të rikonceptojë një rol të ri në rajon. Shqipëria e rritur kaq shumë ndërkombëtarisht, siç u duk me samitin, ka ardhur koha të aplikojë, të formulojë një rol të ri, udhëheqje sigurisht në rajon, në përputhje me lartësinë që ka sot në arenën ndërkombëtare. E qartë. Meqense ne përmendëm vazhdimisht Kosovën sepse normalisht nuk mund të jetë shkëputur nga rajoni, ndalemi pak tek kriza politike që ka kapluar në fakt qeverinë e Kosovës, kuvendin, gjithashtu dështon për të 18-ën herë konstituimi i kuvendit, një numër i madh në fakt. Si e keni parë ju këtë pjesë? Po është nga pse kjo bjerrje politike? Është një nga ato rastet klasike ku interesi i veçantë i partive, qofshin ato në qeverisje, rastive të vendosë qofshin ato në opozit, po peshon më shumë se ai që është interesi shtetëror i Kosovës, për të treguar aftësinë vetë qeverisje, për të treguar se meriton ata angazhim të madh që Perëndimi ndërmori nga 1999 e këtej, për ta çliruar Kosovën një herë, për ta pavarësuar atë dhe për t'i dhënë një shtet funksional. Pra, në emër të respektimit të një detyrimi të tillë, Kosova duhet tregonte sot aftësi të mëdha të menaxhimit të krizës apo të konfliktit. Për i të vërtetës, pra, duhet mirëkuptim, duhet kompromis nga të gjithë palët. Nuk mund të fajsohet, po themi thjesht dhe vetëm zoti Kurti. Unë mendoj që fajtor janë të gjitha palët.
unë po shikoj se si, nëse hymë tashmë në detaje, po, se Kurtit i përmenden deklaratat të 2015-ës, kur ai në një situatë ngjashme, kur Partia Demokratike e Kosovës aso kohë donte të impononte për kryetar parlamenti zotin Kadri Veseli dhe ku vetëvendosja udhëhiqte frontin kundërshtarëve të emërimit të tij dhe thoshte pse nuk paraqisni, pse nuk propozoni një tjetër. Edhe tani sot i thon Kurtit shko ti këtë qëndrim ke mbajtur atëherë dhe tani pse është kthyer bumerang. Po, por e vërteta është ky që nga 2015 këtej ka ndodhur një ndryshim nga gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka marrë një vendim që ja njeh partisë fituese të zgjedhur të drejtën për të emëruar kryetarin e kuvendit. Ndoshta është vetëm kjo pjesë që gjykata kushtetuese realisht janë një, që nuk kemi këtë tërheqje të zotit Kurtit nga Albulena Haxhiu për të cilin opozita pretendon që duhet të këmbehet me një emër tjetër, apo është realisht Albulena Haxhiu ajo për cilën ka rëndësi në partinë e zotit Kurtit që të jetë në krye të parlamentit? Shko, ky që thash unë është një pretekst formal, ligjor, kushtetues, i krijuar, se thash gabimisht. Mendoj që ky është njëri ndër 3 vendimet më të gabuara që ka marrë gjykata kushtetuese e Kosovës. Është një nga ato 3 rastet kur ju përmendë fjalën bumerang nga lashësia, domethënë madje edhe nga latinishtja, domethënë që nga koha e perandorisë romake vjen një shprehje tjetër e cila me pak fjalë thot këtë gjë. Mëllenja bëri glasën. Nga glasa u bë vishtulla. Nga vishtulla u bë zamka e cila zuri këmbët e mëllenjes. Pra, ky vendim i gjykatës kushtetuese bashkë me një vendim tjetër për atë se kur votohet presidenti në votimin e parë dhe të dytë, duhet patjetër që të jenë 2/3 e deputetëve në sallë. Edhe ai është një vendim vetë dëmtues i karakterit bumerang, si kjo fabula që thash unë me mëllenjen, që e ka marrë gjykata kushtetuese e Kosovës, duke e quajtur si të mjaftueshëm urdhërimin e saj që në sallë të jenë 2/3, diçka që nuk e detyron dot, kushtetuta thotë që deputeti nuk detyrohet me asgjë. Nuk detyrohet me asgjë. Pra askush nuk e detyron dot deputetin që të rrinë në. Dhe një vendim tjetër që lidhet me krijimin e qeverisë, edhe në momentin e parë pas zgjedhjeve, por edhe në momentin e krizës qeveritare, pra janë 3 vendime të cilët kanë brenda farën e krizës permanente. Dhe kjo farë e krizës permanente po shihet edhe sot. Po këtë mungesë të trusnisë ndërkombëtare, si e keni parë? Sepse 18 herë dështimi i kuvendit është një numër relativisht i madh në fakt. Para se të shkoj te kjo pyetje legjitime, do duhet që ta përmbyllja këtë, po themi këtë dritare që hapën të veprimet e faktorit shqiptar, me atë që në sjelljen e vetëvendosjes ka llogaritje që lidhen me afrimin e zgjedhjeve lokale dhe atje, pra tetori është një moment në cilën edhe Maqedoni dhe në Kosovë ka zgjedhje, pra periudhë kur partitë kanë më shumë instrumenta për të shkëmbyer favore me njëra tjetrën. Pra, zoti Kurti po përpiqet që të afrohemi sa më shumë zgjedhje, pse jo edhe votimit presidentit, në mënyrë tillë që të ketë hapësirë shkëmbim negocial, sepse ajo që po ndodh atje, nuk e di se sa perceptohet si jashtëmi, por në gjykimin tim është fare qartë që ka ndodhur, është saktësisht kjo gjë. Kurti ka arritur një rezultat të shkëlqyer, 42.5%. Dhe kjo e pengon atë megjithatë që të bëj qeverinë vet. Dhe ai shkon dhe i kërkon vota partive jo serbe, sepse partia serbe nuk mund t'ja kërkojë, siç është betuar edhe s'të betuar gjë. Dhe secila prej atyre partive, sado që ka 1 deputet, ka 2 deputet, i kërkon pazar të madh. Pra, imagjinoni aty ka 2 parti turke, 2 parti bosnjake, një parti rome, një parti ashkalie, një parti gorane, dhe secila prej tyre kërkon nga një ministër. Ose i kërkon shtimin e një komune të re, për të më thënë shpenzimin e të re. Pastaj, janë 3 votat e
e partisë Zotit Lima, ata e kërkojnë kryetarin e parlamentit dhe 3 ministri, pa i duhet Kurti që të ketë një qeveri gjigante në mënyrë tillë që të përmbushe. Dhe për shkak se ai do të evitoj një situatë tillë, pra të ketë një qeveri me kaq shumë ministra, Roma, Shkalinj, Goran, etj., ai do që ta shtyjë këtë negocimin deri në momentin. Dhe e mbyll me këtë me faktorin ndërkombëtar, po kthehem te faktori ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar ka 2 probleme. Para, që Departamenti i Shtetit, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë faktori më i rëndësishëm atje, nuk kanë ende kuadrin e nevojshëm për të ndikuar në Kosovë. Pra s'ka ambasador, s'ka drejtor të Ballkanit. Janë dhe çështje tjera botërore që kanë më shumë prioritet, ndoshta. Po ashtu dhe Bashkimi Evropian ende nuk ka një qartësi dhe thotë më mirë le të vazhdojnë status quo-ja pa u përfshirë në një krizë si kjo. Pra në kushtet e paqartësisë, më mirë po tolerojmë sa kohë që kjo nuk po çon destabilitet. Në këtë moment a shit një zgjidhje të mundshme, zgjedhjet e parakoshme, apo mund të ketë një zgjidhje nga gjykata kushtetuese? Unë mendoj që ju me drejtë e vut atë theksin të cilat janë zgjidhjet. Do të thonë, unë mendoj që gjykata kushtetuese ka të drejtë që ta riinterpretoj atë nën të saj, madje edhe ta kundërshtoj veten e vet në mënyrë kreative, pra ta kundërshtoj vendimin e paratëve që t'i hap rrugë një zgjidhje kompromisi. Dhe kjo ka ndodhur, shikoni, është njëjti tekst kushtetute që e ka dhe Maqedonia, që e ka dhe Shqipëria. Por që në rastin e Maqedonisë, kur vëmëroja e Gruevskit ishte partia kryesore, që kishte drejt pra të zgjidhte kryetarin e kuvendit, gjykata kushtetuese mori vendimin që është legjitime që partitë e tjera që krijuan koalicion mbas zgjedhjeve, BDI-ja kishte rolin kryesor, të mund ta ofronin ato kryetarin e kuvendit. Pra, në Kosovë, gjykata kushtetuese ka interpretuar gabim, dhe është rasti pra që riinterpretohet nga gjykata kushtetuese që ka kërkuar Aleanca për ardhmërinë e Kosovës. Ndërkohë, ka dhe opcioni i zgjedhjet parakoshme, unë mendoj që është i padrejtë, është i pajustifikuar. Unë gjithmonë prirem që në rast krizash institucionale, kompromisi është zgjidhja më mirë. Dhe ideja, propozimi që ka Lidhja Demokratike e Kosovës për një qeveri tranzicionale është zgjidhja më e mirë që propozohet. Nuk shoh zgjidhje tjera dhe imagjinoj që këtu, meqense ju pyetët për faktorin ndërkombëtar, unë imagjinoj që aty ka një përfshirje të administratës amerikane nëpërmjet Richard Grenellit, që Zotit Kurti mos i ofrohet mundësia për ta krijuar qeverinë të jetë ai në postin e kryeministit, por të vazhdoj vështirësia e tij, domethënë e Kurtit, për ta krijuar qeverinë, për ta dobësuar atë elektoralisht. Unë personalisht pra jam megjithatë për një qeveri tranzicionale, pra një qeveri me bazë të gjerë, teknike, të gjitha partitë bashkë, sepse pa e përmbyllur Kosova, dialogun me Serbinë, lufta e brendshme politike nuk justifikohet të ketë intensitet sa ky që ka sot. Pra Kosova nuk është një retorike që mund të lidhente më pas është nëse do të kishte zgjedhjet parakoshme, sa do ndryshonte ky rezultat për aq. Sakt, edhe kjo është faktin që jemi shumë pranë zgjedhjeve që u mbajtën. Edhe sikur vetëvendosja të rritej sadopak, edhe sikur të ulej, nuk do të thënë prapë zgjidhja duhet nga kompromisi. Unë mendoj që propozimi i LDK-s është propozimi më i arsyeshëm që respekton atë që ka qenë fryma, kontributi kësaj partie që nga rrugova e këtej. Zoti Nazarko, ishte kënaqësi t'ju kisha në këtë bashkëbisedim. Edhe për mua falenderoj për prezencën tuaj. Ishte kënaqësi që ndaja disa prej ideve të mia për rajonin që është një fush, po themi, veprimi, po dhe analize për mua. Ju mirëpresim sërish për të tjera zhvillime. Faleminderit. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të kësaj bisede, në fakt do të ndajemi për pak çaste publicitet, por mos u largoni nga RTS 24 sepse pak çaste më pas do të nisë seanca radhës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës.